Rreshjet intensive të shiut të rëna pa pushim kanë shkaktuar probleme të mëdha në rrugët e qytetit të Beratit. Përdorur me radhë rrugët e Beratit kanë qenë krejtësisht në ujë si pasojë e bllokimit të pusetave në anë të rrugës. Prurjet e mëdha të shiut kanë bërë të vështirë situatën në rrugën kryesore të lagjes 30 vjetori, e cila ka qenë krejtësisht në prezencën e ujit. Rreshjet intensive të rëna gjatë orëve të fundit kanë zgjeruar hartën e përmbytjeve në Maliq, duke çuar atë në 150 hektar tokë të përmbytur. Sipas përfaqësuesve të bashkisë dhe komunës, problematike mbetet zona pranë pyllit të Fazanëve, ku një sipërfaqe e konsiderueshme tokë bujqësore është nën ujë. Nën ujë ndodhen kryesisht lashtat si Gruri dhe Elbi. Përmbytjet nuk kanë qenë në të njëjtin nivel si në 2010-ën, nuk raportohen gjithashtu dëme të tjera në banesa apo rrëshqitje derash. Dalja nga shtrati i lumit Ishëm ka rënduar edhe në rrethin e Krujës. Qindra hektar tokë janë në ujë, ndërsa 100 shtëpi janë të rrethuara nga uji. Situata paraqitet problematike në zonat e Derveni Poshtëm, Thuman, Miliskaj, Dugajin dhe në komunën Bupsh, ndërsa janë ngritur grupe të punës për të parë më nga afër situatën.